Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pëllum Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Shoqërohet me forcë Berisha në SPAK. Profesor, sot zoti Berisha u paraqit në SPAK. Sipas jush, çfarë loje po luan zoti Berisha? A mund të presim një arrestim e njëjtë si i zotit Metaj? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni në Evropë, në glob, sidomos bashkëdhetarët e mi, shqiptarët e mi në Amerikë, në 50 shtetet e Amerikës. Gazetarja më pyet dhe pyetja është nga të gjithë shqiptarët, sepse siç kam thënë, arrestimet janë duke përfunduar. Gjithmonë po zgjedh për çështjen e Berishës, se zveten në SPAK, e kanë thritur, se kanë thritur, dashur shqiptar. Fletët e arrestimit ka 2 javë që janë përfunduar dhe janë dërguar në të gjithë njerëzit për arrestime. Pra, unë e kam thënë edhe më përpara, sipas moshës që ka, por arrestimet do bëhen direkt nga byroja kombëtare. Dhe të gjithë njerëzit që mendojnë se kanë imunitet, asnjë nuk ka imunitet, dashur shqiptar. Imuniteti ka 2 vjet e gjysmë që ka dalë nga imuniteti çdo deputet, po e përmendën vetë. Pra, shumë njerëz që ju i keni patur deri dje presidenta, kryeministra, ministra, deputet, që nuk i keni zgjedhur ju, po janë temruar, do t'i shihni zvarr duke hequr më keq se Ilir Meta. Pra arsye që këta njerëz janë bërë aq nga parat, janë bërë trima, pa ata janë më frikacak që ka ekzistuar toka e Shqipërisë. Ata do vijë zvarr, do vënë në përburgje, siç u kam thënë, do të vënë 2 metro nga këmbët zinxhir, 1 metro e ca nga duart, që të bëjnë rrugët dhe të shihnin me sy tuaj, dhe ata që do ngelen të tjerët, unë kërkoj nga ju gjyq popullor, do të thënë gjyq nga shqiptarët. Pra, gazetare, do i qenë shumë zvarr, shumë njerëz. Këta njerëz që deri dje kanë qenë të rrugëve, deri dje këta kanë qenë antar partie, deri dje këta kanë qenë që dëgjonin në përvrimat e qelsave, këta kanë futur njerëz në përburgje, por më në 92-shin u bën deputet dashur bashkëdhetar shqiptar spionët. U bën deputet dhe i quajtën, do me thënë që kanë qenë në përburgje nga 30 vjet, ata kanë qenë spionët e burgjeve. I bën dhe heronj, i bën njerëz të çuditsh, shumë njerëz ka ata kanë qenë në përkampjet e intrenimit, dhe ata kanë qenë spiona, si në Savër, si në Qerm, si në Pluk, si në Jaz, edhe më në fund u bën deputet, u bën ministra, e kanë fjalën që në 92-shin. Pra këta njerëz do t'i shihni zvarr duke hequr për arsye atë që kanë bërë ju dhe fëmijëve tuaj. Non grata të reja nga SBA. Profesor, mund të na thoni më shumë për persona non grata që janë shtuar në listë? Të dashur shqiptar, unë e kam thënë gjithmonë dhe e them, non gratat bëhen nga organet kompetente të Amerikës, nga organizatat që mbrojnë kombin amerikan dhe kombin botror për demokraci reale. Non grata janë shumë, të dashur shqiptar. Ka shumë gazetar, ka shumë analist, ka shumë ata gazetarë analist që dalin akoma në për televizor dhe llomatisin, kështu do bëhet, kështu thot SPAK-u, kështu nuk e duam SPAK-un, kështu e ka Edi Rama, do me them për të bërë confuse, për të bërë ta shtyn dita ditës, pra non grata të dashur shqiptar, ne kemi listat, është numri shumë i madh. Shumë njerëz thonë nuk do të besojnë. Aq grada non ka se për arsye për 32-3 vjet.
e kam fjalën për 92. Nuk e kam fjalën kur ka qenë Ramiz Alia, president që deshte beshe president, nga sekretari parë, nga 90-ta dhe 92-shin u bë i quajtur president. Dhe më pas e mori Sali Berisha në prill, do më thënë ne mori të 92-shin. Unë e quaj 92-shin, deri më sot janë shumë non grata. Kanë qenë 1820 deputetë dashur shqiptarë, jo të zgjedhur nga shqiptarët, po të emëruar si që emërohen për ditë. Pra, të gjitha ata do arrestohen, nëse ka vdekur dhe një person nga ata, do konfiskohet familje. Të gjithë do konfiskohet. Të gjithë do e në para drejtësisë, unë nuk e kam thënë kot atë që do e gjyq popullor. Do bëhet një shembull në glop, në tokën e Shqiponjave, që kanë 84 vjet, e kam fjallën që më 24, dhe deri më sot, qarësi kanë bërë shqiptarëve. I vranë patriotët, fëmijët e tyre i burgosën, i pushkatuan më në fund, pleq e plaka i intrenuan në për kampe të intrenimit, sidomos Lushnja kështë 6 kampe i intrenimit, Qenë, Pluk, Kësarë, Grabihan, e të tjerë, Gjaz, Fjeri ka patur 4 kampe të internimit, Shtylla, Semën, Premshërimit, do me thënë, plus u bë dhe kampe të internimit në kohën kur arestua Beqir Balluku me Petri Dumin, komunistët bolshevikët. Pra dashur shqiptar, për 80 e sa vjetë, këta kanë vrarë. Qa nuk kanë bërë? Vranë patriotët, kurse për 30, me qëse juve doni 35 vjetë që në kone Ramizit, që më në 10, këta qëfar nuk bërën? Ja marë pasurin pasunikut, pronarit real, e shiten Serbit, i dhanë tokat e shtetit, pronat kombëtare, u adhanë të tjerëve, qëfar nuk kanë bërë, u vranë, u torturuan, fëmijët u apërzun, keni punuar për 26 vjetë në regjimin bolshevik, dhe punoni akoma, shumë njerëz punojnë që i paguajnë $10 në ditë dashur shqiptarë. Dhe as 10, shikon në minjerët, $35 në ditë. Pra dashur shqiptarë u a kanë bërë qëllimisht, u a kanë bërë shqip folsit, përfundimisht, u a kanë bërë 2 partive që ne i leminuam, e quajtur PD dhe e quajtur PS, që të dyja janë bashkë, që të dyja u coptuan, që të dyja mblidhen, para ca jave, u mblodh akoma përsëri të dyja, për të shkatruar familje shqiptare. Për të shkatruar familje shqiptare, po unë kam thënë, ne e Qevrin e kemi bërë. Zyrtarisht, jo të fshet, vajtëm ku Ismail Qemali ngriti flamurin, aty e bëm për herë të parë Qevrin me gjithë ministrat. Për aty vajtëm në Shkodër ku është kultura, vajtëm ku ishte Teuta, po ashtu vajtëm në Korç, vendet e Korçës, ku ishte Aleksandri i Madh, që quhet i Maqedonisë, është Shqipëria. I bëm Qevrin, e kemi Qevrin, po presëm akoma nga ju për të punësuar, për të bërë ambasador, për të bërë ministra, zvënës ministra, pavarësisht se ne i kemi zgjedhur, po duen shumë për të bërë kryetar bashkie, lesh thonë këta, u zgjodhëm, Tirana do jetë një person që do habitin edhe ju, kryetari i bashkisë, po do quhet guvernori i Tiranisë. Pra, gazetare, lista e non-gradave është shumë e madhe, e paparë në histori. Pra, do shini, sidomos të fytyra që shini, komplet, hiq kryetar e SPAK-ut, të gjitha ato fytyra që jeni këto ditë arrestohen. E do hiqe zvarë ato fytyra. Zvënës kryeministri shkon në Burg këto ditë. Jo vetëm,
po ajo merë drejtora me vete, vetëm zvenc kryeministri dashur shqiptar do marri me vete 55 veta që ka bërë shqiptarve, që ka vjedhur, do marri dhe kompanit, ato kompani që kanë bërë rrugët e ndërtimit, do t'i marrë me vete, se i kanë darë parat bashkë, 5-6 kompani që kanë bërë rrugët, kudo, Elbasan, Korç, Skallënvend, Myzeqe, Shkodër, ata do arrestohen, sepse i kanë vjedhur parat shqiptareve, sepse kanë hyrë në ndërtim, 0 para. Gjoja si kur kanë patur. Shqiptarët e njohin njëri tjetrin të dashur. E njohim njëri tjetrin në Shqipëri. E njohim sa pasuni kanë qenë. E njohim që më 90-ën e 92-shin kur veshën pardësyt e bardhë, që ishin me sandale kineze, me çorape pedhije nga Labria, me pantallona doku kinez, dhe sot bredhen me makina, bredhen Handarka, Dreka, Milano, Venecie, Venete në Venecie, Beograd, në zemre tyre, në Athinë, në Grekët, pamarësisht, dhe Greqia të më dëgjoj fare mirë, se ka ardhur koha e përfundimit. I them qeverisë greke, ne kemi 1 milion shqiptarë, nëse ne i lajmërojmë urgjent, brenda 24 ore ne e marrëm Greqinë. Pra, politikë greke, ule bishin, ule, se ka ardhur koha e patriotëve e nuk është më koha e juaj. Serbët e kanë ulur kokën, s'kanë ku vënë më, janë të rrethuar nga bosnjakët, nga shqiptarët, bosnjakët e kanë racë shqiptare, e kanë preardhen nga Maliqi, i Korçës. Janë shqiptarë, po janë të shpërdarë në përbot. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha që do shihni shumë njerëz të arrestuar, do shihni shumë njerëz që i keni ditur që janë trima, po më frikacak, më paburrëni, se këto 2 partit dhe kryetarët e tyre nuk keni parë një histori. Ne shqiptarët e kemi patur zakon, kur e vret me plumb, i merr hakën, vjen një kohë. Po kur e godet në fytyrë, ajo është vrasje mbi vrasje. Pra, të dashur shqiptar, janë shumë non grata. Unë i di listat, unë i di emrat, të gjithë i kam përmendur dhe po i përmend, janë me qindra të quajtur politikanë, edhe me qindra janë gazetarë dhe analistë që kanë marrë nga $20,000 çdo muaj. Kanë vila, kanë hotele, do t'jenë tuaja. Profesor, tani që po flasim, opozita ka dalë në protestë. Si e shpjegoni ju këtë protestë? Pse pikërisht tani? Dashur shqiptar, unë kam dalë para 4-5 ditëve, përdori emrin tim që të vinin, sepse mua më ka shkojtur miliona njerëz që po t'i ftoj, jo për revolt. Paqe, për gëzim, me miliona vinë njerëz të në Tiranë. Por, si që kam thënë gjithmonë, këto revolta u lajmërova dhe policinë ndërmjet televizorit TV Shpresa që të ketë kujdes. Para arsyet se të dyja partitë dashur shqiptar, po e them troç më mirë, Edi Rama së bashku me Berishën, së bashku me ata rrugaqët janë të quajtur deputet. Duan të binë revolt, donin të digjinin Tiranën, donin e provuan dhe vetë që po rrëzojnë kulla, po rrëzojnë vila, po rrëzojnë hotele, ne i bëm, ne i rrëzojnë. E shparrulla e dashur shqiptar, e bolqevikëve, do me thënë këta, si mundet t'i rrëzojnë. Këta rrëzuan fabrika, këta shkatruan armatimet që i ka bërë shqiptarët, i rrëzuan armatimet, i shitën për skrap Fatmiri me shok, i shitën, çfarë nuk bën, u të dalë prap në pyetje gazetares, janë non grata për arsye të dash shqiptarë. Nuk është punat se kanë bërë vila e kanë vjedhur, parat janë këtu, do t'jenë tuaja. Po është rëndësi, piramidat që u marë gjakun tuaj, që hapnin thesin
dhe u thoshin, po, të besojmë ne, sa ke, $5.000, hidhi, do t'japë 4 herë më tepër. Pa nëmërim, ajo vetë kuptoshe piramid, por nuk mund të harrohet në theshtata, që janë vrarë 5.000 veta. Por nuk mund të harrohet dashur shqiptar, nafta që ju dha Serbë. Por nuk mund të harrohet gërdesit dashur shqiptar, që edhe sot koskat e fëmijëve nuk janë bërë gjyqi i fatmirit që do bëhet këto ditë. Po si mund të harrojmë 21 janari dashur shqiptar? E pa parë në historie në kohën e komunizmit të vrisin me taktikat e tyre në përbirucat. Po që të vrasën mes bulevardit, që të dali ministri, një lullëzim, bashk dhe taracë, e të godasën shqiptarët që ata ishin pa bukë, ata ishin të pangrem, ata ishin të palarë, erdhë për një ditë të bardhë, i vranë dhe ikën të vdekur me stomak bosh. Por leatë që talqin, po atë natë, unë ngritë dhe thanë, ne të vrisim me më shumë. Pra e dhije, nuk kanë kuven, 21 janari do bëhet gjyqi. Si që thash, dashur shqiptar, dosjet janë si vagonat e trenit që mbushin me qymyr dikur e me drur. Ashtu janë dosjet e tyre dashur shqiptar. Nuk kanë kuven. Të gjithë do ven para ligjit. Për këtë u them, nuk ka gjyqtar që t'i dënoj aq shumë njerëz janë. Për këtë arsye them, gjyq popullor, ti bëni vetë. Aty te Skënderbeu do t'u asjellëm, edhe aty t'i gjykoni për dëmin që u kanë bërë. Ti shikoni drejtje në sy. Qa u kanë bërë? Qa u kanë bërë mizat e bishit të kalit? Rrugaqëria të dashur shqiptar. Ju s'kini buk të hani sonte. Nuk u kanë lënë në fshat të hapni një pus të pini një gotë ujë. Nuk u kanë lënë të mbilli një perime, të hani një domate. Nuk u kanë lënë të mbilli një drith. Cila është arsye? Që t'i sjellët nga Serbia, t'i sjellët nga Polonia, nga Hungaria, nga vendet e tjera, nga Brazili, dashur shqiptar, që Shqipëria që nuk prodhon fruta, perime, që të duash prodhon bujësia, po e penguan qëllimisht. Pra, qeveria e shqiptareve do t'jetë që bujku do ketë çfarë të ketë dëshirë. Do vinë avionet nga Amerika dashur shqiptar me dritë. Do vinë avionet nga Amerika, drithi që bëhet në Kaliforni, do të bëhet në Muzeke. Drithi që bëhet në Pennsylvania, New York, do të bëhet në Malsi, në Cooks, në Mirdit, në Shkodër, në Korç. Do vi drithi original dashur shqiptar, gradis nga nëna Amerikë, që është me ju. Pra të dashur shqiptar, nuk është demonstrat, po është keqardhje, është për të dyja partit që kanë mbaruar, unë nuk kam thënë me kohë, ambasadorja Juri Kim që e quajtën Kimete, njerë vinte dhe Berisha, njerë vinte dhe Luli, njerë vinte dhe Edi Rama, njerë i thëriste disa deputet për të bërë qefin, qëllimi i saj ishte shkatërimi. Edhe vërtet janë shkatëruar. Të dyja partit, unë u bi thirrje me këtë rast, të gjithë antarëve, që në 92-shin që e dini që ishte vërtet, antarëve të demokratëve, e janë i foleja juaj, kjo është për ju, unë e kam hapur për ju, jo për vete, për ju, e janë i demokratë, të mini pasurit e gjyshërve, e babalarve, pasurit tuaja, të mini përsëri, të mini hotele, të mini vila, çdo gjë që është ngritur në tokën e Shqipërisë. Nuk u alemi italianëve, ase kryeministres, që i mlodhi para disa ditëve, që i mlodhi rrugaqët.
Ajo do gjykohet në Itali. Unë i kam lajmëruar policinë e inteligjencës. Ta verifikoj sa para ka ndarë me Edi Ramën, me ministrat. Mendonte se do t'i mbarte për vete. Po jo, i ka marrë nga taksat e Italisë. Po atje punojnë janë 1 milion shqiptarë që paguajnë taksa. Pra dashur shqiptarë, ka ardhur koha e juaj. Ka ardhur koha e gëzimit tuaj. Unë mund të threj shumë shpejt. Jo të quajtur demokrat, të quajtur demonstrat, po të quajtur gëzim, të mbushen bulevardët e rrugët e Tiranës, të Tiranisë, që janë ngjitur monumente të rrugaqërisë, që janë ngjitur monumente emër me emër i kemi që nuk janë shqiptarë, që nevojë kush e me radhë, po janë sërbë të dashur shqiptarë, që të ndrohen emrat të vjen emrat e patriotëve shqiptarë. Do të bëjmë që në Skënderbeu dhe deri në xhamia e Temit me mermer. Do shkruhen histori, do shkruhen patriotët për 1000 vjet dashur shqiptar, që të tamam të bëhet si në Washington DC, për luftën për 300 vjet që ka bërë Amerika, me englezët, me francezët, që shkruhen emrat e patriotëve amerikanë që janë vrarë nga englezët e nga francezët. Kjo është qëllimi i Amerikës që them unë e ka pasuruar shqiptarët. E pasuruar shqiptarët me paratë e shqiptarëve i shtyn englezët deri në Kanada. Filluan francezët të vinin, të zinin tokën e bekuar të Amerikë. Përsëri i shtyn edhe i bashkuan englezët bashkë me francezët. Gjysma flet frëngjisht e gjysma flet anglisht. Ja pra, kjo është Amerika, që kanë shqiptarë dhe dorë, e kanë patur dhe e kanë. Pra dashur shqiptarë, kjo nuk është demonstrat, kjo është përfundimi i tyre, aty ka hyrë si në PD, ziren, kushtomari një karike, ka arritur PD-ja e njëjta si në kohën e Enverit, që arrestua Bekir Balluku, Petri Dumja për karike, por fytyrat e tyre dalën, si shdual në kohën e Bekir Ballukut, duke pushkatuar me grusht mbyllur, thoshte, rroft marksizmi, leninizmi. E pra, këto fytyra janë. Mua më vjen keq për familjet e tyre që kanë qenë një trenuar të Beqirit, të Petritit, të gjeneralëve, të shumë njerëzve kanë vojtur në përkampjen e trajnimit, por gjyshrat e tyre kanë qenë puro bolshevik. Ministria e Drejtësisë dorëzon zyrtarisht kërkesën në Zvicër të ekstradohet Arben Ahmetaj. Profesor, ju keni paralajmëruar gjyq popullor të gjithë këtu të japin llogari. Me sa duket fjalët tuaja dolën, si e shpjegoni këtë vonesë për ekstradimin e zotit Ahmetaj? Dashur shqiptar, ne kemi thënë, ne dim ku është Ahmetaj. Është në Zvicër, në vilin e tij, të quajtur vili i tij, paratë e tij. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar. Taktika që po ndodhet në SPAK, se mos byroja kombëtare ka fjalën, jo SPAK-u. SPAK-u është prekuria, byroja kombëtare është oficer tamam si FBI-ja, janë ekonomist dhe jurist. Ndjekin paran dhe japin dënimin juristët. Pavarësisht se i shpihen në gjykat, gjykata shëgon kushtetutën, shëgon ligjet, të njëjtat që ka parë dhe FBI-ja, do me thënë byroja kombëtare e quajtur. Pra dashur shqiptar, është taktike e Amerikës. Ajo është përdorur. E lanë të lirë, zëvendës kryeministri. Shëtit në për bulevard. Ku janë parat? Ku vire? Ku shë takon? Me këtë takohet më darkë. Me këtë takohet më drejt. Kush i vjen nga Gjermania ata që të quajtur si gazetare, analist? S'është nevoja ti përmend emrat që janë shumë. Se mos e i Francaj burimi, një rrugaq që s'ka punuar një ditë, po jeton në luks nga parat e taksave shqiptar. Pra dalën e fjala, zotnia
vjen shumë shpejt këtu, do vi pako, si që kam thënë dashur shqiptar, asë një nga këto 35 vjetëve. E në hen të vej, atje kemi edhe flamur Amerikan e flamur shqiptar, dhe në hen do vinë këtu. Me çdo shtet që të vej, do vinë këtu. Do japi llogari para jush. Do të bëni gjyqin juve. Pa marrësi se Ameta e nxori një nga një, po e harrovi. Para se të beshe ministër, a i kështë $10 milion dashur shqiptar nga jeti. A i shpe një fshati edhe gur, pula hagur. Pra, parate këtyre do t'jem parat tuaja dashur shqiptar. A i sa më shumë kanë vjedhur, a i më shumë sa kanë sjell para, në vend të banave vini trokat me para, do t'jen tuaja dashur shqiptar. Do t'jen tuaja. Pra, ashtu e provovi dhe zvensk kryeministrja të vej, por në Zvicër, që ka transportuar edhe shumë para, jo dashur shqiptar. Këtu do me. Ky muaj është muaj i flakës për 3%, kurse për 97% do t'jetë muaj i gëzimit, muaj i qeverie të re, muaj i një presidencë të re, nuk do ketë me kryeministër, po do jetë me president, do lullëzoj Shqipëria. Do kini çdo gjë dashur shqiptar. Nuk do harrohet asnjë të gjithë ata që u kanë vjedhur. Edhe $100 të ketë vjedhur, para gjyqit do t'jetë. Kemi shumë për të arrestuar dashur shqiptar. Shumë gjyqtar, shumë prokuror, shumë shefat e policisë, sepse u kanë vjedhur. U kanë bërë cop-cop. Pra të dashur shqiptar, nuk ka ku vete, këtu do vi, në tokën e shqiponjave dhe api llogari. Pra, të jeni të qetë të dashur shqiptar. A keni diçka për të shtuar? Unë kam shumë gjëra për të thënë që ta dini shqiptarët këto ditë. Të dashur shqiptar. Edhe unë kam 50 vjet në Amerikë. Edhe kur kemi qenë në Amerikë, kanë qenë 2 parti të dashur shqiptar. Partia e Legalitetit dhe Partia e Ballit Kombëtar. Që të dyja, kur ishte koha në bashkosh, në vdekje, në dasmë, bizdomi me njëri tjetrin, qamim hallet me njëri tjetrin. Po ne kemi patur të dashur bashkëdhetar shqiptar të quajtur Vatra. Vatra ishte anti-shqiptare. Vatra të dashur shqiptar të jeni të bindur, ta dëgjoni me vëmendje, në Kombet e Bashkuara United Nations, është Vatra që ka futur Rusinë. Ajo Vatër komuniste, ajo Vatër bolshevike, ajo Vatër që ishte kryetari i tyre, ka vdekur ka kohë grek. Ajo Vatër që donte të coptonte legalitetin dhe ballin kombëtar. Por s'kishin fuqi, sepse ne ishim i fuqi e madhe. Pse e thash këtë dashur bashkëdhetar shqiptar? E në atë kohë ishte një abdi baleta, një i sigurimit të Ministrisë të Brendshme që quhej konsul në New York. A i sillte parat dhe u ejipte spionëve. Njerëzit punonin në ferma. Kooperativa, a i sillte parat dhe u andante s'kishte drejt dilte nga New Yorku. Ka qeri ishte arrestuar, Avli Baleta. Një nga agentët e Ministrisë të Brendshme. Kur erdhi me 92-shin, vajti në mbledhjen e ballit kombëtar. Vajti me legalitetin. Vajti dhe zogu, dhe lek zogu. Unë i kam thënë lek zog, nuk i kam thënë mbret. Se e dini fare si ishte puna e historisë të mbretit. Të dashur shqiptar, ka 33 vjet që kanë ikur shqiptarët nga sytë këmbët. Kush me vapor, kush në këmbë në Greqi, në Serbi, nga Serbia në Itali, me këmbë, kanë ikur me vaporët që kanë ikur korriku 1, 2, 3 dhe 4, që u mbushën vaporët. Nëse
regjizori mund të ketë do një me vapor, po të ketë mundësi, e mund të shihni të dashur shqiptar si ishen në vapor. E kam fjalën dashur shqiptar. Ka dalë kohët e fundit në internet. Kanë dalë disa. Kanë ikur të gjithë oficerët. Oficerët e Ministrisë të Brendshme. Që kanë bërë namin shqiptarëve. Por kanë ikur shkolla e kadetave. Shkolla që quhej e kadetave të bashkuar. Oficerë, majora, kapitena, kolonela, edhe general. Kanë vajtur në Amerikë dhe janë shpërndar. Ky është vapori dashur shqiptar i korrikut. Po të më dëgjoni me vëmendje dashur shqiptar dhe shqiptarët po dëgjojnë në 50 shtetet të Amerikës. E kam fjalën New York, Kalifornia, New Jersey, Florida, Pennsylvania, Michigani, Detroiti, Chicago, me radhë. Janë shpërndar këta oficerët që ka bërë shkollën e kadetëve. Kanë hapur disa të quajtur partira nga një person këtu në Tiranë. Dhe po dalën për televizor, ka dalë dje. Ne po i shikojmë me vëmendje. Dhe thanë, nuk po i përmend emrat, për arsye që ata e din vetë. Po i kemi lista, do t'i nxjerrim një nga një. Këta oficerë dashur bashkëdhetar shqiptar që janë shpërndar, grupi më i madh është New York. Edhe Michigan. Edhe në Florida. Janë shpërndar për të përçarë shqiptarët. Për t'i ndarë burrën e gruan. Se e kanë zakon komunist. Për të përçarë shqiptarët se këta janë paguar nga dy partit të dashur shqiptar. Dhe flasin do bëjmë një organizim e ku në tokën e bekuar të Amerikës. Këta flasin që vajte në Amerikë, e dini pse dashur shqiptar? Se ishin mësuar se ku dilni në Greqi, grekët i bëni spiuna, kishin nevojë për spiuna. Në Serbi, sa të dilni, beshje spiun. Përse në Amerikë, të dashur shqiptar, jo kolonele general ti jesh, po mbret kesh qenë, do shkosh në tokën e Amerikës, toka është e lirë, dyert janë të hapura, je i zoti, behu, punëtor, hap, tregëti. Por këta nuk janë të zot, janë dembela, sepse janë ushqyer nga PD-ja dhe nga PS-ja. Sidomos janë ushqyer kohët e fundit miliona dollar janë dhënë në Manhattan, Brooklyn, Bronx. Ja blerë hotele. Kanë hapur tregti, real estate. Do me thënë, shesëm, blenë, bëjnë pallate. Kanë vajtur në shtetin e New Jersey. Në Morristown, të dashur shqiptar. Bergen County në Hackensack. Essex County, prap New Jersey. Kanë hapur, kanë blerë apartamente që lëshojnë me qira. Jo një të dashur shqiptar. Po më dëgjon New Yorku, New Jersey, i din fare mirë, me qindra. Ka vite e vite, miliona dollar transferohen nga Shqipëria, ne i dim të gjitha. I kemi me emër dhe me mbiemër. Ku i kam blerë? Sidomos kohën e fundit, Samir Manja ka blerë në Morristown. Ato do të kenë shqiptarët këtu. Çdo gjë që është blerë në Manhattan, janë blerë me 50 kate dashur shqiptarë, hotele. Biliona dollar. Që njerëzit ata që gjoja në bos, ata s'kam patur bukë të hani. Manhattan, Bronx. Ku do të dashur shqiptar, i kanë blerë këto qëllimisht për të pastruar parat, e mendonin Edi Rama me shok, mendonin Fatmiri mendonte, me gjithë PD-n, mendonin se do të kishin vilat
pallatet që kanë marrë gjoja me real estate. Ju e keni parë vetë, para ca kohë një nga Hakesaku dilte me Republik, ka real estate. A i s'ka patru buk të hante, po janë parat tuaja dashur shqiptar. Pra, në Amerikë nuk ka spiuna. Në Amerikë nuk pranojnë spiuna. FBI-ja i ka punëtorët e vetë, i paguan. Policia dashur shqiptar, i ka policët e vetë, nuk pranon spiun. I vetëmi shtetë dë botë që nuk ka spiuna. Ka punëtorë me para. Ka organizata që japin jetën për kombin e Amerikës dhe për kombin e Shqipërisë. Pra lista është shumë e madhe dashur shqiptar. E në Evropë, po unë po i lajmëroj gjithë shqiptarët që janë në Amerikë. Kini kujdes të dashur shqiptarët e mi. Këta oficerët janë shpërdarë. Pra e diçka tjetër të them për këta oficerët, që janë dokumenta emër e me mbiemër. Një general është në pension tani dhe një është në Amerikë. Oficer, kapiten, kolonela. Në Afganistan, dashur shqiptar më dëgjoni me vëmendje. Çdo ushtar që shkonte pe Shqipërisë, mirte $5.000 në muajt nga ushtria amerikane e NATO. Po që të vinje një djalë i ri, që ishte dëshirë të vinte të bënte para, pavarësi se ishte e rrezikshme në Afganistan e kudo, donte të vinte, por që si ishte puna. Janë me emra të shkruar me fotografi, me fytyrat e tyre. Kërkonin $5.000 të dashur shqiptar. Kërkonin $5.000 që të jipnje pa të vinë një ushtar. Kemi deklarata, jo një, mbi 10. Vinin edhe i thoshin 4.000 kemi general, kolonel, major, kapiten, 4.000 kemi. Jo, ne duam 5. Arritën sa i benin 4.800. Jo, donin 5. Janë me dokumenta. Do me thënë këta do dënohen ushtarë kishtë dashur shqiptar. Për herë parë kanë vjedhur Amerikën, për herë të dytë kanë vjedhur shqiptarët, për t'i quar mish për top. Ja pra këta oficera që janë të shpërdar, që i dim ku janë në Amerikë, në Bronx, në Brooklyn, Texas, Florida, Michigan, që nuk punojnë një ditë, ku jetë para që vajtë në Amerikë. Ata e din që Amerika nuk i shikon. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, filin që ish kudo. Ne jemi kudo. Në Amerikë, në Evropë, në globë, në tokën e Shqipërisë. Pra të dashur shqiptar, do dëgjoni këto ditë, që do organizojnë gjoja nga Amerika. Këta oficerët, këta rrugaqëria, këta hajdut, këta kriminelë, që do dënohen e në Amerikë, janë të gjithë dorë grada, i kemi emër me emër. Mua mi e keqë për fëmijët e tyre, që i kanë të vegjël, rinj, që do vuajnë. Do dënohen në Amerikë, do dënohen dhe në tokën e Shqipërisë, do dalën dëshmitar ata ushtarë që ka dhënë nga $5.000, që i kanë marrë borç në për familjet e tjera, si që kemi zakon në shqiptarët, që i japëm njëri tjetrit, i vetëmi shtetë në botë, toka e shqiponjave që i jep njëri tjetrit për ndihmë. Pra të dashur shqiptar, do dëgjoni këto ditë shumë gjëra. Kanë bërë partira, flasën kundër Amerikës, u tregojnë gjoja kur janë ushtarak që do bëhet në Evropë. Unë o kam thënë dashur shqiptar, luftë e tretë do zjej. Po jo në tokën e Shqipërisë. Parëmbrëm disa të quajtur ushtarak që kanë hapur në internet, ne po i lem këto ditë, por ne do t'u ambyllëm edhe në internet, YouTube-in, do t'u ambyllëm. Po i lem qëllimisht që të vjellën më shumë, që t'u marrën më shumë ku janë, nga i paguen. Paguen nga Afrika, paguen nga Libia, paguen nga Irani, paguen nga vendet që si e si të dëmtojnë Shqipërinë. Paguen që si e si të sjellën hoxhallarë me fustan në tokën e Shqipërisë.
Paguajnë që si dashur shqiptar. Ky parlament, ky parlament, që përkron të bëj ligjin, të martohet burr me burr, e grua me burr, e ku në tokën e Shqipërisë, që s'do bëj vaki kur asnjëherë. Nuk i pyesim ne disa që vinë ambasador. Ata le të martohen në tokën e tyre ande, po jo në tokën e Shqipërisë. Jo të vjellin lumin. Shqiptarët, të dashur shqiptarë, njohin burr e grua. Njohin të shtohen fëmijë. Ne kemi nevojë për të shtuar fëmijë, për të rritur fëmijë të pastër. Ne jemi një familje tërë Shqipëria. E njohim njëri tjetrin. Jemi martuar me lajmës. Të njohim familjen. E njohim njëri tjetrin. Asnjëri në botë nuk ka si toka e Shqiponjave një racë, një fe, një gjak, një gjuhë. Pra, vetëm këto dy flamur do valvojnë të dashur shqiptar. Pra, këto ditë ne jemi gati për të shkuar në përzyrat. Ne jemi vetëm në shikim, sa më shumë të vjellën, sa më shumë të flasën, ne duam që t'i shohin, t'i shihni ju. Pa ne e dim. Edhe ju i dini. Unë jam i bindur se e 90% të shqiptarëve e kuptuan që të dyja partit janë anti-shqiptare, të dyja partit u kanë vrarë, u kanë prerë, të dyja partit flasën, pra të jeni të bindur të dashur shqiptarë. U kam thënë dhe përsëri e përsërit. Dita që ne shkojmë në zyrat e reja për të shërber kombit Shqipërisë, për të qenë shërbëtorët e shqiptarëve, për të ndarë pasurit atyre që kanë, plus ka pasuri aq shumë këtu dashur shqiptar, sa do ngelen shumë apartamente bosh, me mira me qindra çdo qytet. Do t'i marrën të rinj grades. Po unë po them të dashur shqiptar është në 10. Pse është në 10? Të gjithë ata që janë emëruar deputet, 0. Të gjithë ata që janë bërë president, 0. Të gjithë ata që kanë qenë kryeministër, 0. Jo që s'do marrën as pension, po do të marrën dhe ato pasurit e tyre dhe atë gjaketën e fundit që kanë, do t'u amarrën. Do të grisëm, më mirë ta grisëm, ta djegëm, se t'u alem atyre në trup se ua kanë vjedhur juve. Çdo dyqan, çdo tregti do t'i keni ju. Unë kam lajmëruar dhe u lajmëroj përsëri. Të dashur shqiptar, tregtit e vogla, dyqane nuk do paguajnë taks mbi $5,000, $50,000, që s'do bëjnë dot. Tregtit e mëdha do t'i ndihmojmë ne. Unë kam vizituar dashur shqiptar javën që kaloi me kompaninë më të madhe, që ndërton hekurudha, që ndërton vagona, trene. Kompania më e madhe në Zvicër do vi këtu. Dhe do të shihni vetë në televizor, mund të vi javën tjetër o këtë javë. Do të bi Shqipërinë me trena e me çdo gjë do jenë nga ata, të përgatitur. Do ketë Tirana, qytetet, autobuse do habitin e ju. Tramvaja, që nuk ka nevojë për makina të ketë brenda një qytet. Do ketë bujku çfarë ai të kërkojë. Do ketë çfarë bakti të kërkojë në majë të malit më të lartë që ka Shqipëria. Që Shqipëria të bëj aq dritë, ushqime, fruta, zarzavata, sa ne t'i shesim. Ne do mbyllëm portat për 3 ditë dashur shqiptar. Nuk do të kaloj asnjëri jashtë as brenda. Fjala e parë timja do t'jetë me ambasadorët që janë këtu. Qatë minutë që ne do flasëm, 2 gjëra kam unë. T'ullën kokën, t'ullën bishtin, të mbajnë ambasadat dhe t'jenë çështjet diplomate.
E jo më të dalën e të shëtisen ku të duan, jo. Do ketë në regull, do ketë disiplin, ashtu, si, më çdo shtet që do jenë shqiptarët, edhe këtë po them bajnë mend, të gjithë thonë, o por ne, duan të hymë Bashkimin e Evropës, të dashur shqiptarë, Evropa, ata të Bashkimit e Evropës duan të vinë në Shqipëri, duan me ne të binë biznis, se ne jemi palsa. E di pse e them? Sepse e pilin që bën një urë. Amerikë, Shqipëri. Jo vërtet urë. Urë do kenë të gjithë në shtetësinë amerikane. Do kenë pashaportat, shqiptare do kenë pashaportat 2. Një shqiptare e shqiponjës, që është me mira vjetë, e një pashaport që është për 300 vjetë, që quhet USA. Amerika e ka bërë pashaport në saj, vete ku të dojë në botë të hapi tregti. E kam fjallën, shqiptarët vejnë ku të duan në botë të hapën tregti, përse kur të vinë në Shqipëri, apo në Amerikë, ka një kufizim, do pyetet. I vetëmi, pse ua kam thënë, lire që këta oficerë që flasën, Amerika është dykeren, Amerika është me ngritur. Amerika është me pasur në botë e me armatime më speciale në botë. Pik, Amerika s'ka nevojë me për ushtarë dash shqiptarë. Amerika me anë e satelitit eliminon atë që do. Të dashur shqiptarë, natën e mirë, miru pafshim nesër në ore 6, do dëgjoni shumë gjëra, rrini të qetë, nëse pilin që ka nevojë për ju që t'u njoftoj, unë e di që do mbushni bulevardet për ditë gëzimi, po akoma s'ka ardhur koha. Mundet pas jave, mundet pas disa ditë, që ta gëzoni Shqipërinë, që të mirni pallate, apartamente, vila, kudo që ju doni. Natën e mirë të dashur shqiptarë, ju lutem, mbani 2 flamurët, i mbani në balkon, i mbani në qati, i mbani në Amerikë, keni autorizimin nga mua. Bani dashur shqiptarë, se këta janë 2 flamurët tonë. Ky është flamuri shpëtimit të Kosovës, të Maqedonisë, të Shqipërisë. Ky flamuri është i Aleksandrit, i Teutës, i Skënderbeut, i patriotëve që janë vrarë me shekull e me shekull nga armiqtë shekullor. Natën e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër, rrini të qetë. Mos paguani as taks, hapni ujë, hapni puse, ku të doj zemra. Natën e mirë. Falenderoj profesor. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.